e dali se ult. Po demokracia proporcionale ose përfaqësuese nuk është nominale. Unë e di që ti edhe me 100.000 vote kisha marrë 20 deputet, nuk po e tham këto. Na po flasim për konceptin politik të bashkimit dhe kthimit vjosës në LDK. Mos interpretoni si fitore të këtij bashkimi. LDK ka nxjerrë rezultat mirë, unë pajtona. Absolutisht, rezultati është i mirë në raport me votën dhe këta çfarë ka ndodhur me trupin elektoral. Por nëse kthehemi dhe flasim që përkundër kësaj rënie të votuesve ka sjell votues të ri. Ka sjell votues të ri, ka marrë numër më të madh deputetëve, si pasojë e daljes me dul, nuk ka sjell votues të ri. Kanë qenë, që sa përqindjen e kalume, ka qenë 130.000 vota prej 900.000 votave, sigurisht që kur janë hek 200.000 vota janë ik ata votues të vjetër. Dhe kanë ardhur votues të ri që është rrit tani se proporcionalisht do të kishte rënë LDK-ja në 80.000 vota. Jo. Proporcionalisht do të kishte unë nuk e shoh kështu. LDK-ja 50.000 vota. Unë nuk e shoh kështu. Proporcionalisht do të kishte humbur edhe LDK-ja 50.000 vota. LDK-ja ka humbur 50.000 vota, është vërtet. Ka humbur një tabor tjetër dhe i ka fituar rreth 60.000 tabori tjetër, të ri. Është vërtet që 50.000 vota i ka humbur. Do dalin tani të studimet e shifrave do t'i bëjmë në vazhdimsi. Unë në makro e shoh. I vetmi fitues substancial me përqindje 33% ka hasu me mandatet e kaluara është Lidhja Demokratike e Kosovës. E para, i vetmi humbës katërcifrisht shumë i madh që i ka humbur të gjitha qëllimet elektorale për cilat ka shkuar para publikut.